104 persona në bord avioni ushtarak i Katarit përplaset me dritat e aeroportit në Milano. Një avion ushtarak i Katarit që po sillte staf sigurie në Itali për të ndihmuar në mbrojtjen e lojrave olimpike dimrore, goditi të dielën një kundërshtim gjatë manovrës pas uljes në aeroportin Malpensa të Milanos. Avioni transportonte 104 persona nga forcat elitare të sigurisë së Katarit, një pjesë e një marrëveshje me qeverinë italiane, edhe pse Katari nuk merr pjesë me atlet në lojra. Stafi katarez u bashkua me njësinë amerikane ICE e përfshirë në sigurimin e lojrave olimpike, ku gjithsej pritet të jenë rreth 6.000 forca sigurie italiane dhe të huaja. Një burim i Ministrisë së Brendshme italiane tha se stafi katarez ishte kryesisht për trajtim, duke shtuar se Katari është partner thelbësor në planin e sigurisë. Autoritetet italiane kanë bërë thirrje që qytetarët dhe turistët të respektojnë masat e sigurisë, ndërsa Milano po përgatitet për protestat kundër ICE të planifikuar në ditët në vijim. Kryebashkiaku i Milanos, Giuseppe Sala, tha se agjentët e ICE nuk do të jenë të mirë pritur në qytet, duke theksuar se nuk veprojnë sipas metodave të menaxhimit demokratik të sigurisë.